Përshëndetje shikues të nderuar, mirë se po takohemi në këtë edicion të ri informativ. Edhe këtë mëngjes një grua u sulmua nga qendra Ndacak në oborrin e qendrës klinike universitare të Kosovës. Klan Kosova nga burimet e saj mëson se sot rreth orës 6:30 të mëngjesit një grua paciente e cila madje ishte edhe me paterica ndihmuese duke shkuar në klinikën ortopedike e kanë sulmuar rreth 10 qenë e Ndacak. Këtë për klanin e kanë treguar stafi mjekësor që kanë qenë duke shkuar në punë në ato momente. Klan Kosova kupton se shumica e sulmeve nga qendra Ndacak brenda oborrit të QKUK-s janë shkaktuar në afërsi të ortopedisë, aty ku zakonisht qëndrojnë shumë qenë. Ditëve të fundit, QKUK ka kriju shtab emergjent për këtë çështje. Nga janari deri në fund të prillit në qendrën emergjente në qendrën klinike universitare të Kosovës kërkuan ndihmë 44 persona që u kafshuan nga qendra e Ndacak, ndërsa shifra edhe më të mëdha raportohen nga qendra kryesore e mjekësisë familjare në Prishtinë. Sipas njësisë së vaksinimit aty, vetëm gjatë muajit prill janë vaksinuar 15 persona pas kafshimeve nga qendra e Ndacak, ndërsa nga janari deri në prill 67 persona kanë kërkuar të vaksinohen kundër helmimit pas kafshimeve të qenëve. E gjatë vitit 2025, numri të lënduarve si pasojë e kafshimeve të qenëve në Ndacak është 128 persona. E nevojë për kurim në spital kanë edhe të prekurit nga virusi i HIV-it që këtë vit po tregon tendenca të rritjes. Një person i prekur me këtë sëmundje seksualisht të transmetueshme ka vdekur. 2 të tjerë kanë shkuar në spital në gjendje të rëndë, derisa ka edhe disa raste të reja për këtë muaj. I prekur me virusin HIV rreth 3 muaj më parë, një pacient vdiq në klinikën infektive në qendrën klinike universitare. Personi i infektuar me sëmundjen seksualisht të transmetueshme për shkak të zbulimit të vonshëm kur shkoi për trajtim ishte në gjendje të rëndë. Kem pas një rast të vdekjes, pikërisht për faktin që është zbulu shumë vonë sëmundja dhe ka zhvillu do thotë formë shumë të avancuar të infeksioneve oportune që ne i quajmë. Ky rast shënon edhe vdekjen e parë nga HIV/AIDS në 2026. Aktualisht në infektiv janë të shtrirë edhe 2 pacientë të tjerë me këtë sëmundje. Vetëm 2 janë të shtrirë për faktin që kanë ardhur në një gjendje shumë më të rënduar, kanë ardhur në një fazë kur sëmundja ka avancuar shumë, kanë ardhur në një fazë kur sëmundja është zbuluar shumë vonë. Ndërkaq përgjatë periudhës janar-maj janë konfirmuar 9 raste të reja me infeksionin e HIV-it. Kasin moshës re prej 20 deri në 30 vjeç, ndërkohë që i përkasin kryesisht, domethënë i përkasin komunitetit homoseksualëve. Infektologu Mehmeti thekson se tendenca e këtyre rasteve është në rritje, krahasuar me 5 vite më parë. Atëherë numri rasteve të reja në vit nuk kalonte mbi 10 veta. Ndërkaq, në infektiv, në qendrën këshilluese, ofrohet testimi falas në sëmundjet e transmetueshme seksuale, që janë teste të shpejta e kurohet konfidencialiteti i qytetarëve. Derisa në këtë klinik ofrohet edhe terapia parandaluese tabletare e njohur si PrEP për ata që duan të kenë një jetë seksuale të sigurt dhe që të mbron vetëm nga infektimi me HIV. Megjithatë, edhe për këtë terapi, më të interesuarit janë djemt dhe burrat. Ndërkohë, në mesnat ka përfunduar afati për partitë politike të regjistruara në Kosovë për ta njoftuar Komisionin Qendror të Zgjedhjeve në lidhje me pjesëmarrjen ose mos pjesëmarrjen në garën e zgjedhjeve parlamentare të 7 qershorit. Sipas zëdhënësit të KQZ-s Valmir Elezi, dhe në një përgjigje për Klan Kosovën këtë mëngjes, ka thënë që deri në përfundim të afatit KQZ ka pranuar njoftimin për pjesëmarrje në zgjedhje nga 22 parti politike, mos pjesëmarrje nga 9 parti politike dhe 3 koalicione të përbëra nga 9 parti politike. Në kuadër të partive të politike të cilat kanë ngaruar të vetme janë edhe nga partitë e mëdha Partia Demokratike e Kosovës, Lidhja Demokratike dhe Aleanca për Armërinë e Kosovës, ndërkaq Lëvizja Vetëvendose ka aplikuar si koalicion. Nën llogon e Lëvizjes Vetëvendose ku janë përfshirë Partia Guxo, Alternativa dhe Partia Shqiptare Demokraciane. Ndërkaq tek partitë që nuk do të marrin pjesë në këto zgjedhje janë deklaruar Nisma Socialdemokrate, Aleanca Kosova e Re, Partia e Drejtësisë e parti të tjera.
Në këto zgjedhje, partitë politike nga komuniteti Ashkalin do të shkojnë të bashkuar. 3 subjektet e tyre, siç janë Partia e Ashkalinëve për Integrim, Partia Demokratike e Ashkalinëve të Kosovës dhe Lëvizja për Bashkëveprim, kanë aplikuar në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve si koalicioni për bashkët në emërtimin Ashkalinët e Bashkuar. Liderët e këtyre 3 partive dia arritën marrëveshje ku në njoftimin zyrtar u tha se u hodh një hap i rëndësishëm drejt bashkimit, përfaqësimit dhe fuqizimit të zërit të komunitetit Ashkali në institucionet e Republikës së Kosovës. Vjojmë flasim për një panair të veçantë që përmbahet në Prishtinë këto ditë. Fjala është për botimet e vjetëra të rralla e të përdorura, të cilat janë duke u ekspozuar për herë të gjashtë në kryeqytet. Aty u konsiderua se libri kurrë nuk është shtrenjtë. Kopertinat e vjetruara të librit të Ernest Koliçit tregojnë për mbijetesën e teksteve shqip. Plot tituj si tregtar flamojsh që kanë shumë vjete që janë ndër të parat botime të shkrimtarëve shqiptar u ekspozuan në panairin e librit të rrallë të përdorur në Prishtinë. Qytetarët librin e vjetër e duan shumë, sepse e dinë edhe rëndësinë e tij sa i është kushtuar atëherë kur është botuar. Këtu kemi botimet e rilindjes, flakës vllazërimit, naimit. Një libradashës që erdhi në këtë organizim, përshtypje i bëri fort një doracak. Po më bëri përshtypje duke parë këtë manifestin e Partisë Komuniste, pra mos harro, një doracak i dikur i Marsit dhe Engelsit, ka qenë dokumenti më me ndikim. E dikush që titujt i ekspozoi në tezg po thotë se ankesat e qytetarëve për çmimet e larta s'kan arsye. Librin nuk mundesh me shtjerë, se e lexon ti, e lexon baba, vllau, migja, kusherini. Kështu që prapë se prapë libri është malli më i lirë në treg. Ndërkohë një studiuese ka një krahasim interesant. Siç thuhet edhe për verën, se vera sa si pije, domethënë sa më e vjetër ka vlera më shumë shpirtërore se sa fizike, edhe këta libra të vjetër për mua kanë një vlerë të veçantë. Ky është edicioni 6 i panairit të librit të vjetër të rrallë e të përdorur që përmbahet në kryeqytet. Sa është kjo manifesti i Partisë Komuniste Peshoq? Ndërkohë, Parlamenti i Shqipërisë ka miratuar me votat e socialistëve aktin normativ për uljen me 20% të akcizës për karburantet, kur çmimi i benzinës ka lënë 220 lekë për litër. Pas një seance maraton rreth orës 24 të mbrëmjes së të njëjtës, socialistët votuan të gjitha pikat e rendit të ditës duke rrëzuar edhe 3 propozime të demokratëve që kryesisht lidheshin me interpelanca të kryeministrit e të ministrave. Me këtë rast, ministri i Financave Petrit Malaj tha se akti normativ për uljen e akcizës me 20% sa herë çmimi i naftës ka lënë 120 lekë për litër dhe i benzinës mbi 200 lekë litri është i përkohshëm, i domosdoshëm dhe synon mbrojtjen e konsumatorit. E 56 studentë të Akademisë së Sigurisë në Shqipëri dyshohet se janë helmuar nga ushqimi i konsumuar në ambientet e këtij institucioni. Si pasojë e kësaj janë arrestuar 2 persona, teknologja dhe kuzhinieri i kompanisë private që kishte kontratë për furnizim me ushqim për këtë institucion, derisa është shpallur në kërkim edhe administratorja. Ata sipas policisë po hetojnë për veprën penale, importimi, prodhimi, shitja dhe ruajtja e ushqimeve të rrezikshme për shëndetin ose jetën e njerëzve. Drejtori i përgjithshëm i Policisë së Shtetit, Skënder Hita, e ka cilësuar ngjarjen si sensitive, duke konfirmuar se studentët patën simptoma të lehta dhe jo të rënduara, duke u liruar nga spitali menjëherë. Me kaq që mbyllim këtë edicion informativ, por ju vazhdoni të qëndroni këtu.